Miliona kanadez votuan të hënën në zgjedhjet e parakohshme federale, të cilat janë përqendruar kryesisht në mënyrën se si kandidatët do t'i përgjigjen kërcënimeve të presidentit të SBA, Donald Trump, për tarifa, si dhe thirrjes së tij për ta bërë Kanadan shtetin e 51. Mark Carney, udhëheqësi aktual i Partisë Liberale, i cili mori detyrën e kryeministrit pas largimit të ish-kryeministrit Justin Trudeau, udhëheq partinë e tij drejt një mandati të katërt, por me sa duket, kjo mund të arrihet vetëm me anë të koalicionit. Liberalët e Carneyt kryesojnë në më shumë se 150 vende, por aktualisht u mungojnë 172 vendet e nevojshme për shumicën. Konservatorët, udhëhequr nga Pierre Poilievre, pritet të mbeten në opozitë si partia e dytë më e madhe. Vendet e mbetura ndahen midis Bloc Québécois, i cili ka kandidat vetëm në provincën e Quebecit, Partisë së Re Demokratike dhe Partisë së Gjelbër. Kanadaja ka një sistem zgjedhor, i pari me shumicë votash. Kandidati që merr më shumë vota në secilën zonë zgjedhore ose në çdo qark zgjedhor fiton atë vend dhe bëhet antar i parlamentit. Liberalët dhe konservatorët kanë dominuar votën popullore me të dyja partitë që kanë marrë më shumë se 40% të fletvotimeve të numëruara në gjithë Kanadan deri më tani. Kjo i ka vendosur ata në rrugën e duhur për të fituar gjithsej 90% të vendeve. Udhëheqësi liberal Mark Carney nuk ka nevojë të betohet përsëri. Në vend të kësaj, ai do të vazhdojë të bëjë punën e tij, ashtu si edhe ministrat e kabinetit të tij. Nëse Carney vendos të riorganizojë kabinetin e tij, do të ketë një ceremoni me guvernatorin e përgjithshëm, por deri atëherë ministrat qëndrojnë në postet e tyre. Carney mund zgjedhë të riorganizojë kabinetin e tij, pasi solli një ekip më të pakët kur u bë kryeministër muajin e kaluar. Kur parlamenti hapet pas zgjedhjeve, pritet betimi i antarëve dhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Një nga prioritetet e tij është të përmirësojë marrëdhënien me presidentin e SBA, Donald Trump. Kur dyshja foli në fund të marsit, Carney dhe Trump ranë dakord se do të fillonin negociatat për një marrëdhënie të re ekonomike dhe sigurie menjëherë pas zgjedhjeve. Kur parlamenti të kthehet, është e mundur që liberalët të prezantojnë shpejt legjislacionin e përqendruar në sigurimin e ekonomisë kanadeze përballë pengesave të tarifave të SBA-s. Liberalët mund të jenë partia më e madhe në dhomën e komunave, por prap se prap mund të mos arrijnë të sigurojnë 172 votat e nevojshme për shumicën. Skenari më i mundshëm, nëse kjo ndodh, është që ata të formojnë një qeveri minoritare me Carney si kryeministër, ku ata arrin marrëveshje me partitë e tjera për të mbijetuar votave të mosbesimit dhe për të miratuar legjislacionin në parlament. Lideri konservator Pierre Poilievre është në rrugën e duhur për të bërë përparime të konsiderueshme me pjesën e votave të partisë, duke siguruar afërsisht 41% të votave, me pak më shumë se gjysmën e raportimeve të sondazheve sipas Election Canada. Kjo do të ishte më e larta që partia do të ketë arritur në dekada. Aktualisht parashikohet që ata kanë fituar 148 vende. Kjo është një rritje nga 120 që kishin fituar në kohën e shpërbërjes kur u shpallën zgjedhjet, por me voton progresive që u bashkuar rreth liberalëve, ato shifra nuk ishin të mjaftueshme për të fituar. Kjo do të jetë një humbje e hidhur për konservatorët, të cilët vetëm disa muaj më parë kishin një rrugë të qartë drejt fitores, e tani do duhet të gjejnë një rrugë përpara pas një serie humbjesh zgjedhore. Tani do t'i mbetet partisë të vendosë nëse dëshiron ta mbajë Pierre Poilievre si udhëheqës, udhëheqësin e tretë që kanë pasur që kur liberalët fituan zgjedhjet e vitit 2015.